Të nderuar vëllezër, me të vërtet besimtarët dhe njerëzit në përgjithësi, jo vetëm besimtarët, jetojmë në një kohë të mbushur me trazira, e mbushur me lodhje, e mbushur me sprova. Dhe sprovat janë të lloj-llojshme. Po ma kryesoret disa janë të natyrës së dyshimeve në fe, e disa të tjera janë të ndjekjes së pasionit, e epshit, e kështu me radhë. Mirë po ato që janë më të rrezikshme janë ndjekja e dyshimeve në fe. Nëse ndjekja e pasionit dhe e epshit e shpjen njeriu në gjunahe, mirë po për gjunahet ai ka mundësi me u pendu dhe kërkon falje dhe e din që është gjuna. Shumica e njerëzve nëse i pyet për gjunahin e din që është gjuna. Mirë po e ndjek pasionin, nuk mundet me e kontrollu veten e tij dhe e ndjek gjunahin për shkak të pasionit. Mirë po kur ka të bëje me dyshimet në fe, me ndjekjen e risive, ndjekjen e gjërave të shpikura, adhurime të ndryshme të lloj-llojshme, apo besime të gabuara, njeriu këtu ka mundësi, bile jo vetëm që ka mundësi, po shumica e tyre mendojnë se ajo është e vërtetë. Dhe ashtu duhet të adhurohet Allahu Azza wa Jall, dhe ashtu duhet besohet Allahu Azza wa Jall, dhe ajo është metoda të cilën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e pas ka pasur, pra njeriu nuk mund ta kupton se ka rënë në dyshime. Dhe nuk mund ta kupton se njeriu ka rënë dhe është provuar me besimin dhe imanin e tij. Pra kjo është më e rrezikshme. Dhe kjo është më që njeriu e helmon në brendësinë e tij, të menduar se është sevap. Për këtë arsye kanë thënë dietarët se risia, bidati është më i dashur te shejtani se sa gjunau. Se gjunau e din që është gjuna, e bën dhe pendohet pastaj. Kurse risia, bidati apo dyshimi, ndjekja e dyshimit në fe, mendon se është sevap dhe shpërblehet për to dhe nuk ka mundësi që nuk e arrin ose nuk e interesohet për të vërtetën dhe vdes dhe ka mundësi me shku te Allahu Azza wa Jall me besim të gabuar.